Të nderuar besimtarë dhe besimtare, motra dhe vëllezër, Esselamu Aleikum ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Falenderojmë të madhin Zot për mirësitë e panumërta që na i ka dhënë. Selame dhe selavatet ja dërgojmë me të dashurit të Perëndisë, mësuesit e njerëzimit, Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij, të gjithë atyre të cilët e pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Amin ya rabbel alamin. Të nderuar ndjekës e Radios Fatih, ne vazhdojmë të jemi së bashku në emisionin Bisedat e Ramazanit në frekuencat e Radios Fatih, radio kjo e Bashkësisë Islame në Malin e Zi. Sot do të flasim për agjerimin si akt shpirtëror për gruan, që do të na flas e nderuara profesoresha Vaida Gjoković Murić. Mirë se erdhët në emisionin Bisedat e Ramazanit. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Të nderuar ndëgjues dhe shikues të Radios Fatih, përdori rastin që të ju uroj Ramazan dhe agjerim të pranuar, Ramazan Mubarak, si dhe të falenderoj profesoreshën Sahibën për këtë emisione kaq të bukur dhe për ftesën që më keni bërë. Muaji Ramazanit, siç na erdhi pra ky muaj Ramazanit, shpesh do të thotë për shpirtrat tonë, për zemrat tona, është sikur ai shiu kur vjen pas një thellësire të madhe. Edhe kur vjen ai shi i gjallon, do thotë atë tokën, edhe krejt çka ka rreth, ashtu edhe ky Ramazani, lutim Allahun që të shënojë që të jenë një për shpirtrat tonë një freski, pranverë dhe ta agjerojmë të kem agjerim dhe ibadetet e pranuara. Amin, inshallah. Gruaja në Islam është mbretëresh, kuroren ja dha krijuesi i gjithësisë. Atë kuror e trashëgoj nga 4 gratë më të ndershme në Islam. Cilat janë 4 gratë më të ndershme në Islam dhe çfarë mësimesh mund të nxjerrim ne nga ato? Po, profeti Muhamedi sallallahu alaihi wasallam thotë se 4 gra më të mira, edhe 4 gra më të mira që do të jenë të xhennetit, i përmend filluar me Asien, e cila ishte graja e faraonit. Mbas andej e kemi Merjemin, nënën e Isaut alayhis salam, Hatixhen bint Huveilit, të cilën të gjitha po e dimë se kush ka qenë ajo dhe çfarë ka qenë për profetin Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, si dhe Fatima e bija e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Para se të flasim diçka për këto gra, se si ato, çfarë kishin ato lidhje me dimensionin e agjerimit, dëshiroj të thonë që muaji Ramazanit është një muaj renesanse, apo një muaj ringjallje, rilindje shpirtërore për të gjitha qenjet në këtë botë. E posaçërisht për ne femrat, të cilat jemi të lidhura me çdo sferë, do thotë në çdo sferë, në çdo aspekt të jetës së njeriut. Edhe fillimet për këtë muaj në Ramazanit kanë filluar shumë më herët, apo nëse nga jona fizike, pastrimi i shtëpive, pastrimi i xhamive, vakufeve dhe gjitha qendrave të cilat do të përdoren gjatë muajit të Ramazanit, apo jo për ibadete, aktivitete, iftaret e përbashkëta. Mbas andej kemi do të thotë atë anën shpirtërore, se si të përgatitemi ne apo në këtë anë për agjerim. Agjerimi muajve do thotë që janë kanë para muajit të Ramazanit, dhe këto ishin disa agjerimi borxheve të ndryshme, këto ishin pra disa nga ato gjëra se si ne të përgatitemi, sepse është shumë e rëndësishme të flasim për këto dimensione, sepse agjerimi është i shumë dimensionshëm edhe ka shumë lloje të agjerimit. Shpesh herë fatkeqësisht fjalën siyam apo seum e keq kuptojmë sikur se veç të lëm të do thotë hajën pijen edhe do thotë, por agjerimi ka shumë aspekte të ndryshme, edhe agjerimi na kërkon shumë më shumë se ajo. Si e vlerësoni rolin e Asijes, gruas së faraonit në lidhje me praktikat shpirtërore, siç është agjerimi, pra mbasi që gjendemi edhe në muajin e bekuar të Ramazanit? Faleminderit për këtë pyetje. Sa i përket Asijes, nga historia islame kemi, do të thotë, të dhëna se ajo e përmendur përveç hadithit që e thamë në fillim se është apo një ndër gratë më të mira, do të thotë të xhenetit edhe në këtë dynja që kanë qenë, vetë fakti se ajo ishte graja e faraonit, e dini mirë pak a shumë se kush ishte faraoni, faraonit i cili e konsideronte vetën Zot, konsideronte se nuk ka askush bita. Edhe vetë ai faraoni e kishte gruan, i cila ai nuk e dinte apo jo, e kishte gruan e cila nuk besonte në të.
por besonte se Zoti është Allahu xhaleshanuhu. Një nga shembujt Allahu xhaleshanuhu shpesh në përmend asjen se si ajo arriti me burg se ishte pa besimtar të jetë më mira besimtare. Një ndër besimtarët më të mira që kanë qenë këtu edhe që do të jenë në xhenet. Është një rast interesant kur është fjala për Musajin, sepse Asia ka, do të thotë, lidhje të drejtë për drejtë me Musa alayhis salam. Para se të vinë deri tek agjerimi dhe lidhja, kur nëna e tij i thotë Allahu xhaleshanuhu se kur atëherë faraoni do thotë e dha urdhër që gjithë djemt që lindeshin t'i vrisnin. Pse? Nga frika se mos po vjen dikush t'ja marrë atij pushtetin. Por Allahu xhaleshanuhu e frymëzon, e mëson nënën e Musait alayhis salam çfarë? Që ajo ta fsheh shtatzanin e saj. Edhe kur vjen ai fëmijë, kur vjen ai beb, kur lind Musai, çka ta lëshoj në lumin Nil. Edhe pikrisht këtu është ajo fjala tawakkul. Wallahu xhaleshanuhu kërkon nga ne tawakkal ala Allah. Çka ta kem atë tawakkul apo atë mbështetjen komplete në Allahun xhaleshanuhu, edhe gjatë agjerimit, edhe gjatë duas. Sepse duaja ka të bëjmë apo me muajin e Ramazanit ku Allahu xhaleshanuhu thotë se duaja e agjeruesit nuk kthehet. Edhe çka ajo e lëshon atë fëmijë. Edhe vjen para shtëpisë së faraonit. Bile para se vjen deri ajo që të lëshoj atë fëmijë, çfarë thotë? Ne sigurisht do ta kthejmë atë. Se ne do ta kthejmë ty fëmijën tënd. Edhe nuk ka lënë shumë kohë, edhe ja kthejnë si në mënyrë që ai fëmijë nuk donte asnjë zgjidhënëse përveç nënës së tij. Të kthehemi tek Asia. Ajo gjithnjë mundohej ta mbronte Musain alayhis salam. Në cilën mënyrë nuk tregonte ajo derisa ai u rrit, nuk tregonte ajo burrit të vet që ajo nuk, edhe sa herë që ai thoshte unë jam Zoti i gjithë, nuk ka zot, edhe ajo në vesh të thotë Zoti im është Allahu xhaleshanuhu. Edhe vjen rasti kur vjen koha që ajo tregon që i beson Zotit të Musait apo Allahu xhaleshanuhu, edhe ai thotë që duhet ta torturojnë, pse me shpresë që ai priste se ajo do thonë Zoti im është faraoni. Pse? Ta kthejnë ngrënë e vet apo në fenë e tij apo të thënë te Zoti i faraonit. Në ato çastet, në ato momentet kur ai ishte duke, do thotë torturohet, ai ishte duke vrarë, dhe ai nuk priste, ai ngriti, do thotë kishin edhe çfarë thotë Allahu xhaleshanuhu, o Zot, ma ndërtoni shtëpinë e xhenet, me mendjen, me shpirtin e saj, me krejt qenien e saj, ai ishte në xhenet. Ai as nuk fokusohej në dhimbjet që i kishte të mëdha, apo as në dhimbjet e as në mendimin se çfarë po thot faraoni apo do thotë njerëzit rreth tij. Pra një nga dimenzionet edhe ku lidhet drejt për drejt me agjerimin është kjo. Çfarë do që na ndodh? Si do që sjellim me ne? Ne ta kem edhe për agjerim, edhe për ibadet e tjera, ne ta kemi mendin xhenetin, e duam vetë xhenetin. Një dimension tjetër ku përmendet për Musain alayhis salam dhe agjerimin është kur ai ishte në malin, do të thotë Sina, kur doshte të flaste me Allahun xhaleshanuhu, thotë se 40 ditë ai agjeronte. Pse? Diku thotë se shton edhe 10 ditë tjera, që ai ta përgatiste thotë veten e vet nga fjalë, nga fryma dhe tjera, të jetë i pastër me Allahun xhaleshanuhu. Ky është një nga aspektet ku na mëson nëse edhe para Ramazanit, se Ramazani na vjen si një shkollë, si një kurs, i cili një muaj gjatë na i vën krejt ato kur të ham do të thotë iftar, kur të ham sufror, kur të bëjnë programin, krejt plan programin që ta kemi për 11 muaj tjetër. Edhe në këtë rast e kemi Musain alayhis salam vlen ta përmend, apo jo, atë rastin kur ai i foli me Zotin xhaleshanuhu, edhe ishte ndihej Musa i madh, apo jo. Allahu xhaleshanuhu e pyeti, a do të ketë kush rast kështu në këtë mënyrë si unë të jam kaq afër teje o Zot? Edhe i thot Zoti xhaleshanuhu, o Musa, njeriu i cili agjeron dhe i bën duan para iftarit. Edhe në ato momente se krejt e dim si është para iftarit, ndonjë herë posaçërisht kur punojmë, kur jemi të lodhur, edhe vjen koha, thot unë nuk ja kthej duan e ti. Do thot më afër jam Zotit xhaleshanuhu çdo net në muajin e Ramazanit kur agjerojmë se sa Musai që i ndante veç një perde, se nuk e shihte Zotin por fliste me të. Pra, do thot kjo është një nga dimenzionet se si Musa alayhis salam na mësoi si të përgatitemi për Ramazan, fjalët, veprat, dhe kjo ishte asja vërtet një mrekulli, një shembull i cili kur nuk duhet ta harrojmë.
se si një grua e cila burrin e kishte krejt, jo vetëm një fe tjetër, po ishte do thot konsideronte se s'ka zot mbi të, edhe ajo doli besimtarja më e mirë. Kjo është rast mësim për gjitha nënat, se cila ndoshta ndonjëherë apo kur kemi zgjidhjen e jetë, ndoshta partneri ju nuk është aq në besim, apo jo. Kjo është sabri. Falenderojmë Zotin se në këtë ditë sot nuk kemi faron, por kjo është asia na vlen si për gjitha nëna si shembull se si ne të sjellemi, edhe se si ne të besojmë te Zoti se do të bëhet më mirë. Edhe vlen ajo përmendet në Kur'an apo jo. Kur e cekim rastin e Asijes, është një rast i veçantë me të vërtetë dhe 4 grave me të ndeshme në Islam. Cila do të ishte porosia e juaj për të gjitha nënat brenda muajit të Ramazanit, por në përgjithësi për të gjitha xhiruesit? Po, kisha pasur dëshirë ta ceki edhe 2 gra tjera, të cilat kishin lidhje të drejtë për drejtë me agjerimin, e mbas andej porosin të flasim për nënat tona dhe për krejt apo ndëgjuesit e radios Fati. Kemi rastin e Merjemes, e cila Allahu xhaleshanuhu e frymëzon dhe i thot Merjem do të bëhesh nën. Thot ajo, o Zot, si të bëhem unë nën, e cila nuk kam pasur asnjë marrëdhënie me asnjë mashkull. Thot Allahu xhaleshanuhu, kjo për Zotin është e lehtë. Kun fe kun, bëhu dhe ajo bëhet. Një si që kemi rastin tek profeti Ademi a.s. ku edhe në disa vende në Kur'an krahasohet. Rasti i Isaut a.s. është sikur se dhe rasti i Ademit. As Ademi a.s. nuk ishte as babasën, këtë rast Isau e kishte nënën. Edhe ndodh ajo që do të lindin djalë. Po normal Merjema si dhe çdo grua si dhe ne që do reagojmë sot kishte shumë frikë. Çfarë do flasin njerëzit? Si do të reagojnë? Si do të kuptojnë ata atë fëmijë? Edhe Allahu xhaleshanuhu e frymëzon e mëson atë. Edhe kur vjen ajo me atë fëmijë, do thot me Isa a.s. mbasi e lindë dhe krejt, filluan sharrit, filluan shpifjet, filluan Allahu xhaleshanuhu me këtë gjë i vend sprov edhe besimtarët edhe jo besimtarët. A do të besojnë në mugjizën e Zotit? Edhe ajo thot Zotit xhaleshanuhu, për hir të Zotit, unë nuk do të flas. Sa u mund Merjem, do me thonë, ajo agjerimi si jam i Merjemit, agjerimi me heshtje. Kjo është një nga aspektet që na mëson ne në jetën tonë, se si ne të sillemi, kur dikush na fyen, kur dikush flet diçka, unë jam agjerues. Kjo agjeronte për hir të Zotit në të gjitha gjërat që tha, edhe pse në fund edhe ja jep Zoti mugjizën i saj që ai të flasi, do thot për mi, shprehet unë jam ky, Allahu më dërgoi, por prapë njerëzit nuk besonin. Edhe mendoj që ky rast i Merjemes, edhe ky agjerimi i Merjemes, jetë një nga dimenzionet të cili agjerimi jonë nuk është i plot nëse goja jonë, do të nëse gjuha jonë, nëse fjalët tona nuk ndalen, edhe nuk janë përzgjedhura, jo vetëm në muajin e Ramazanit, siç tham fillim muaji i Ramazanit është një kurs i cili na mëson se gjatë 11 muajve të tjerë ne të flasim fjalët e bukura, të largohemi nga e keqja. Edhe vetë Allahu xhaleshanuhu, atë në këtë dynja, do thotë s'ka emra me të cilat nuk i thanë, shprehi e pa moralshme, ti ke bërë zina, e birja e Imranit, ju keni qenë familje shembuj, ti e prishe fisën e tjera, por çfarë do? Allahu xhaleshanuhu madje një kaptin në Kur'an e çan surja Merjem. A ka diçka më e madhërishme? Edhe kemi Hatixha radiallahu anha, e cila vërtet për të do të kishte të fliste, por ka të bëj vetë me agjerimin. Pse? Kur profeti Muhamedi sallallahu alaihi wasallam fitoi shpallën, edhe para se fitoi shpallën, kishte nevojë shumë herë të vetmohet. Edhe shkonte në shpellën Hira apo jo. Ai i përgatiste gjellmat. Edhe e përkrahte profetin Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, do me thonë në çdo mënyrë që ajo kishte mundësi. Kur profeti e fitoi shpalljen, edhe herë Xhibrili, kur i tha ikre, lexo, unë edhe si shkona, e do thot ikre ja Muhammed, unë nuk di të lexoj etj. Profeti Muhammed e ndjeu një frikë. Edhe ku shkoi? Nuk shkoi te shokët e tij, te kushrit e tij, po shkoi te shoku më i ngushtë dhe më i mirë jetës së tij, është gruaja. Këtu na mëson se çfarë do të thotë ta kemi një grua apo një burr apo partnerin kur e zgjidhim, çfarë do të thotë që i besojmë plotësisht.
Edhe vjen rasti që i thot, o Hatixhe, mua më ka ardhur Xhibrili, edhe kam frikë, po nuk kishte profeti frikë nga diçka se do ta vrasin dikush atë. Nuk kishte ai frikë se do ta vrasin dikush apo se do, po kishte frikë se ato fjalë nga Allahu xhaleshanuhu a do mund t'i përcjell gjithë njerëzimit. Po jo vetëm gjithë njerëzimit, po edhe te zemra e njerëzve si të arrin, veç profeti Muhamedi alayhis salam me ato metodat e tij, mund të arrit edhe në atë mënyrë të shprehim. Me këtë do thot me shpalljen apo me ajetet kuranore të para e kemi Hatixhen radiallahu anha si besimtarja e parë. Jo nga mashkujt, jo nga po nga gjithë. Besimtarja e parë ishte femër, Hatixha. Edhe thuhet se krejt pasurinë që e kishte ajo, se e dim se Hatixha ka qenë një nga, do thot, një nga gratë më të pasura në atë kohë, një nga, do thot, ishte një zonjë, vërtet një zonjë, cila në atë kohë merrej me tregti, ishte një edhe thuhet se krejt çka kishte, asnjëherë nuk e mendonte, po krejt në rrugën e Zotit që të ndihmojnë profetit Muhammed alayhis salam në misionin e tij. Shpesh fatkeqësisht ndëgjojmë konflikte, tema, apo debatat e ndryshme se profeti ka pasur gratë më të moshuara se ai, më të reja se ai, etj. Edhe disa dietarë sa kur e komentojnë, edhe një gjë që e kam lexuar, e cila bashkë më ka lënë ashtu një përshtypje të bukur kur thotë, po të kishte pas, sepse profeti kishte 25 vjet kur ai kishte 40 vjet kur ata u morën. Thotë, po si profeti të kishte pasur 25 vjet, edhe një grua tjetër e tij që e kishte zgjedha jo Hatixhen, po një tjetër më të re, si do ta kuptojnë ajo shpalljen? Si do ta përkrahte ajo që ai shkoi në shpellën Hira me ditë sa ai kur shkonte atje mendonte. Ku ja ka bërë Allahu xhaleshanuhu mundësi ta shoh, do thot, pamjen nga shpella Hira, inshallah gjithëve na bën mundësi, me të vërtet një pamje e cila të bën të mendosh për jetën, për edhe ai mendonte, kush i ka krijuar gjithë këto qiell, tokën? Pse dita bëhet në atë ditë? Shihte se populli i tij ishte besim të gabuar. Edhe Hatixha ishte ajo e cila e kuptonte, po kur erdhi profeti i friksuar dhe thot kam frikë mbulom, ai thot vallajt nuk ke nevojë me pas frikë. Ti je ai i cili do jetimet, ti je ai i cili i mban marrëdhëniet me fisin, ti je ai thot i cili gjithë njerëzit u adon të mirën edhe mundohe veç të bësh të mirë. Po si të kesh atëherë frikë? Këto janë me të vërtet disa raste të cilat nga se muaji Ramazanit është një kohë e cila na vjen, nga se gjithë nuk kemi rasta, po Allahu xhaleshanu ka dhënë vendet e shenjta edhe muajt e shenjtë, kohën e shenjtë. Në vendet e shenjta nuk kemi gjithë mundësi, apo nuk kemi mundësi çdo herë të jemi. Por koha e shenjtë, apo minutat, apo muaji i shenjtë vjen edhe na viziton gjithëve. Edhe ai qëndron aty me pa sa po marrim na edhe sa po lejmë na. Vetë fakti kur vdeku Hatixha radiallahu anha edhe xhaxhai profetit i cili ishin dy persona të cilit në çdo minutë ishin përkrahja më e madhe e tij, si u quajt? Viti i trishtimit. Apo viti kur profeti humbi dy personat më të mëdhenj në jetën e tij. Dhe me të vërtet janë disa, vetë edhe kaptina apo nisa, e cila flet për femrën, për të drejtat, vetë pa marrë parasysh agjerim, muaj Ramazanit, jashtë Ramazanit, me të vërtet janë shembuj cilat duhet të rrim të mendojmë, të analizojmë edhe ta shohim se çfarë statusit i jep Zoti xhaleshanuhu femrës, edhe këto trija kishin lidhje të drejt për drejt me, do të thotë lidhje drejt për drejt me agjerimin apo me profetët e cilët na mësojnë agjerimin si shumë dimensional. Mesazhi im për të gjithë dëgjuesit e Radio Fatihi do të ishte ta përdorim këtë kohë sa më shumë, të bëjmë ibadet, dua. Nëse kemi ndonjë person me cilin nuk flasim, nëse kemi ndonjë marrëdhënie të prishur, të mundohemi të afrohemi, sepse nuk e dim a do ta presim Ramazanin tjetër. Ndërsa për nënat dhe motrat do të jetë që ky muaj Ramazanit mos të jenë muaj i garimit me sofrat, me xhellna, po të jenë muaj garimit në Kur'an, në hatme, me ajete, me iftare të ndryshme, por edhe të tjerët apo që i kemi shtëpi të ndihmojmë, të jenë ata që na ndihmojnë, që ta kemi edhe nëna, motra, vajza kohën për vetë. Ne me të vërtet ju falenderojmë për të gjitha këto mesazhe dhe porosi që i përcollet tek ne dhe tek ndëgjuesit e Radios Fati dhe lutim të Madhin Zot që të ju begatoj me begatit dhe mirësit e muajit të bekuar të Ramazanit. Amin. Faleminderit shumë dhe në takimin tjetër. Asalamu alaikum. Aleikum selam.